Përshëndetje gjithëve, bashkëqytetar, antar, simpatizant Lëvizjes Bashkë, jemi këtu në podcastin ton dhe kemi nderin të kemi të ftuarin e radhës në këtë sezon të ri të podcastit, Vladimir Dushnikun, pensionist, një nga zërat më të fortë dhe kritik të protestave të pensionistëve, qytetar i angazhuar. Në tetor, nëntor, dhjetor të vitit kaluar, Vladimir u bën 8 protesta pensionistësh përballë kryeministrisë, protestat pazakonta për shkak se ishte një protestë paktën në atë masivitet e cila ndodhte për herë të parë në 30 vite nga kategoria ose shtresat cilët në ato protesta e kemi quajtur si ndër më të varfërat, 700.000 njerëzit më të varfër në 500 milion europian, dhe pam se si kryeministri Rama u trondit për gjatë atyre muajve, doli vetë duke takuar pensionistë, duke folur me ta edhe pse në mënyrë arrogante, duke i detyruar deputetët, ministrat që ku ta shihnin një pensionist në rrugë ose në lulishte, ta merrin, bënin një foto me ta dhe ta shpallin dhe ta publikonin si takim me pensionistët, dhe pam se si për efekt elektoral të fushatës zgjedhore kryeministri Rama dha 2 shpërblime, ish shpërblim në dhjetor dhe ish shpërblim në prill të këtij viti, thjesht një muaj para zgjedhjeve. Dhe shohim se si një muaj para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, të 11 majit, kryeministri Rama ka nisur atë programin e tij të famshëm për t'i rritur pensionet në fund të mandatit të tij të 4, pra në 2029-2030, kohë në cilën ai ka parashikuar edhe antarësimin tonë në Bashkimin Evropian. Këto kanë qenë 2 propozimet e tij më të forta elektorale në atë poterën e madhe të tallavasave të jo seriozitetit, cilin ai mbajti përgjatë gjithë fushatës elektorale, dhe shohim se si premtimi i tij për ta dërguar për ta ngritur pensionin minimal nga 90 euro, 100 euro që është tash në 150 euro në fund të mandatit të 4, pra 2029-2030, pra poshtë minimumit jetik prej 210 eurosh. Nuk e di ti si e mendon si pensionist, si qytetar i një vendi që pritet sipas kryeministrit ton që ta ndarësohet në Bashkimin Evropian, ti je pensionist i antarësuar në Bashkimin Evropian me 150 euro pension minimal. Si e shef projektin e Ramës për rritjen e pensioneve, për reformën e pensioneve 2025-2030. Bëm 8 protesta. Në të 8-at, qeverisë i kishte mbyllur veshët edhe syt dhe as dëgjonte, as mendonte për ne. Nuk mendonte të na dëgjonte, por bënte të kundërtën. Ne protestonim, ai organizonte antiprotesta. Refreni i tij në këto protesta ishte nuk kemi lek, kemi shumë shpenzime për përballimin e pensioneve, e tjerë. Por çuditërisht, mbas zgjedhjeve, ky na doli me një fytyrë tjetër, me një mendësi tjetër. Nga që s'kemi lek, tani po na premton lek të madh. Po kjo është një tallje madhe. Këto manovrat e qeverisë, e këtij kryeministri, që është mjeshtri i propagandës dhe i mashtrimit, këta mund ta pranojnë dhe mund ta hanë vetëm butollënjt, dordolecët dhe ata që kanë ikur para kohë nga kjo dynja dhe rrojnë kot. Se njerëz normal nuk mund ta pranojnë. Tupi më i madh, mashtrimi më i madh është kur thotë ky, do i bëjmë të gjithë këto gjëra, do japim pension 13, do rrisim pensioni minimal kaq, mesatarin kaq, etj, deri në 2030. Kësaj i thon populli ka thënë prit gomard bibar. Pensionistët janë një stres shoqërore që e duan ndihmën me orë e me ditë, e jo me muaj e me vite, si thot ky. Njeriu ha 3 herë në ditë. Pensionisti 70, 80, 90 vjeçar ka plot sëmundje. Do vizitohet paktën një herë në muaj. Do marrë ilaçet 3 herë në ditë. Do bëj analiza. Do shtrohet në spitale. Pra këto si bën një herë në 4-5 vjet. Sa herë ti kujtohet thia? Që unë s'kam, po kur të kem do t'u jap. Po ky hedh poshtë edhe propagandën e tij e thot pse nuk derdhin kontribute.
Po, e pyes unë këtë, e kam pyetur edhe herë tjera. Pse do të derdhin kontribute të punësorit në shtet, kur ne që kemi derdhur kontribute të rjetën, ti sot tallesh me ne dhe thua s'kam lek? Atëre, këta çfarë garancie kanë që të derdhin kontributet? Pse tallesh me njerëzit? Pse u vjedh kontributin, djersën e tyre, gjakun e tyre të rjetën? Si gjen lekti për deputetët dhe ministra për veten tënde? Edhe nuk gjeke për pensionistët? Po të ishte babain tënd pensionist, do t'i thoje që kaq lek e ti, edhe nuk e drejt të hash mishe e të pish verë si unë, nuk do i thuash. Po ti si kryeministër, si qeveri, je nënë dhe baba i popullit. Po ti i përbus pensionistët. Tashti, ky e bën këtë punë, ky tallet me pensionistët, se ky quhen robër lufte. Logjika këtia që thot prit gomar bibar, është tamam robër lufte të kampet të përqendrimit nazist, që ata ishin destinuar për mas disa ditësh do futeshin në krematorium, do digeshin, ndoshta me gas ose do pushkatoheshin. Edhe ky pensionistët çu quhen. Ha se ju gati atë rrugë keni marr. Pastaj si t'ju jap lekun, si të mos t'ju jap lekun, s'ka gjë. Po në 2030-ën, ai mendon ky se më shumë se gjysma e pensionistëve që sot janë gjallë do kenë vdekur? Po ky është, pse nuk thot ky? Deri në 2040-ën do t'u jap nga 2000 euro ju pensionistëve, edhe nga një lulën te varri, se do kenë vdekur. Ta bëj që e bët, ta çoj tallin deri në fund. Po ky është i pa fytyrë, ky është i pa shpirt, ky është shpirtëzi, ky urren pensionistët. I urren sepse ky urren popullin shqiptar. Se këta pensionistë janë sot, janë nënat, baballarët, gjyshit dhe gjyshet, motrat dhe vëllezërit e atyre që janë sot në punë. Atyre që kanë emigruar, kanë bredhur, kanë janë larguar nga vendi, janë ata. Po këta pensionistë sot janë ata që kanë derdhur djersën, gjakun dhe mundin, që këto pasuri kombëtare që sot i shfrytëzon ky me larët e tia, janë djersa këtyre, janë gjaku këtyre. Atëre, pse s'u takon këtyre nga kjo pasuri kombëtare? A janë pjesë e kombit edhe pensionistët. Bile të parëve u takon. Ashtu siç takoi pronarëve të tokave, të ndërtesave etj të pyjeve që morën të parat e privatizohen të parat, atëherë edhe pensionistët u takon të parat, jo ta privatizojnë, po nga shfrytëzimi të marrin pjesën që u takon. Sigurisht, sepse ata e kanë qenë, duhet jenë aksioner në pasuritë e mëdha kombëtare, të cilët i kanë ndërtu me punë vullnetare dhe të papaguar. Po si mund të mohosh ti krijuesve të këtyre pasurive kombëtare, djersën, mundin, sakrificat e tyre, tani të thuash ty nuk takon. Si nuk takon? Po pse takon tyja? Pse takon tyja? Dje u bërë ministër, kryeministër, deputet. Ti i ke këtë në kontributin. Ti e merr rrogën 6 milion. Pensionisti e merr 70-80.000-100.000 lek vjetra. Ç'është kjo? Ç'është kjo logjik? Po ta shohësh Vladimir, ka ca javë ose ka ca muaj që kryeministri ka filluar ta ndryshoj pak vështrimin ose se si u shef ju pensionistëve. Nga një barë e tepërt, se realisht mi gju mizantrope, të neveritshme dhe skandaloze, ai nënkupton gjithkohës pensionistët si i barë, që kërkon ju e një barë, do me thonë, ju shef si ai fëmia haram në këtë familjen e madhe. Ndërkohë ka ca kohë që ka filluar mi u pa si kafshë pune prap. Kuptimin po ta shohësh sipas Instatit, shkalla e punësimit tek pensionistët është në rritje. Që kur filloi emigrimi i madh i njerëzve nga 2012 që ikën me qindra mira e këtej shkalla e punësimit të pensionistëve në tregun e punës, madje po quhen si edhe lokomotiva e tregut të punës për shkak se po zëvendësojnë krahun e ri, domethënë që ka të punës që ka emigruar, thotë do hap universitet për ju pensionistët, do ju punësoj juve pensionistëve, ju thret për shembull kush ka qenë polic, kush ka qenë mësues, kush ka qenë mjek, po synon që ti punësoj me moditje, me orë pune, ti paguaj me orë pune pensionistët që zëvendësojnë këta të rinj që po ikin nga vendi jon, nga sytë kombët, sigur tu të kishte rënë murtaje ose të ishte
të ishte luftë. Si e shef këtë? Kuptimin që mirë që s'po ja u shpërblen drejt djersën edhe sakrificat tuaja, po thot, jeni 70 vjet, 75 vjet, hajde punoni ja 15 vjet deri në ditën e fundit të jetës se keni akoma fuqi edhe të paguani me paga minimale ose me orë pune. Në botën e zhvilluar demokratike, këto që bën ky kryeministër, as nuk i shkon ndërmend as kriminalëve më të rrezikshëm andaj, jo më qeveritarëve. Këto që bën ky ka gjetur një popull turt, një popull të nështruar. Se si ky dhe Sali Berisha që në 90-ën, mbas janë kanë padron të njëjtët njerëz, të njëjtët institucione që i kanë orientuar, që ka zbatuar parimin e të gjithë diktatorëve e sundimtarëve të botës. Mbaje një popull të varfër se sundon lehtë. Prandaj pensionistët me 80.000 lekë, me 100.000 lekë, që sa arrin do të mbushin barkun me bukë, ky është një lloj, si ai thoshte Migjeni, o Zot, falë na ço bukë, na i lekë. Kështu është ka të ndysur 35 vjet demokraci kapitaliste. Po këtu s'ka pasur as demokraci, as kapitalizëm. Nuk është ky kapitalizmi, ky është kapitalizmi i para 200-300 vjetësh. Nuk ekziston ky lloj kapitalizmi në botën e zhvilluar. E kam parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është ky, është e kundërta. Te neve marrëdhëniet midis njerëzve edhe midis shtetit dhe qytetarëve janë marrëdhënie si në pyll. Feudale. Njeriu për njerin është ujk. Te ne është ndërtuar një shtet i një llojit me ato vilajetet otomane. Shtet që s'prodhon asgjë, që rron me taksat e qytetarëve. Do thuash ti, po tërë botën taksa paguajnë njerëzit. Po taksat, po ato taksat i kthehen edhe qytetarit. Po ky me për vete. Ky me ato taksa bret në tërë botën. Me avion charter. Ky ndërton rrugë para se ndërton qerdhe, kopshe, shkolla. Ky thot turizmi. Këtu ka faj Evropa. Ajo Evropë që tha, Shqipërinë ta bëjmë si gjithë Evropa, duhet ta kishte filluar te mendjet e këtyre liderëve tanë, e këtyre diktatorëve tanë, që nga Sali Berisha. Se heshtën Evropa heshti, sikur Sali Berisha me cupët e tia i vuri kazmën gjithë pasurinë kombëtare. Tani hesht dhe po thot që Shqipëria në sundimin e Edi Ramës ka plotësuar kushtet për NBA. I kam pyetur dhe i pyes prap ta zyrtar të BE-s. Pse nuk na thoni çfarë kushte pas ka plotësuar? Ku ne si qytetar nuk dim që fare? Unë në shpinën time nuk kam përfituar asgjë gjatë gjithë 2-13 vjetëve që ka pasur apo 20 vjet të kryetarbashkie. Më thoni çfarë ka bërë ky që për të hyrë në BE? Çfarë? Marim Tiranën, 20% e fëmijëve janë në qerdhe, e në kopshe. Pra, 80% e këtyre nënave të këtyre fëmijëve, që janë pa qerdhe pa kopshe, nuk shkojnë punë. Pra ka gjysmë të ardhurave. Kështu janë në Evropë. Po zgjidhja, hap qerdhet, që fëmijët të mirë rriten, të edukohen, të socializohen me njëri tjetrin, e mos të rinë me celular, edhe ta quajnë njëri tjetrin armik, edhe shkojnë ta prodhojnë djali vajzën kur shkojnë në shkollë. Por njëkohësisht që nënat shkojnë punë, të dyfishohen të ardhurën në familje dhe të shtohen dhe kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, që ky thotë s'kam kontribute. Ku t'ja kërkon këtë që s'ka kontribute ky? Gjysën e krahut të punës e ka në zezë. Po. Tani, ky thotë nuk kemi lek. Asnjëherë nuk ka arsyetuar, ore, pse s'ka lek? Kush janë shkaqet që s'ka lek? Edhe ky thotë, s'ka kontributor. Është populluar vendi nga rinia. Nuk raportojnë pagat reale. Numri pensionistëve gjithë në rritje. Rritja e moshës gjithmonë më e lartë e moshës pensioneve, pensionistëve etj. Të gjitha këto që thotë ky, pse nuk i arsyeton këto ky? Kush është faji i të gjitha këtyre? Kush është shkaku? Shkaku është qeveria. Shkaku është ai vetë. Konkretisht, filozofia anti-shqiptare e
e Edi Ramës dhe e mbështetur nga Bashkimi Evropian është që vendi do zhvillohet vetëm nga turizmi. Po në turizm punësohen kamarier, kuzhinier. Pra mira të rinj që marrojnë shkollat e larta nuk punësohen dot. Atëre do janë mbasi, do ikin. Pra krau punës që është më i shtrenjtë, më i kualifikuar do iki. Çfarë kërkon ky? Hajde në ju nga jashtot, hajde te unë. Çfarë të punojnë kamarier, kuzhinier? Se ky se zën gojë as ky as Evropa. Ore, pse nuk zhvillohet industria e neve? Pse pasuritë kombëtare nuk shfrytëzohen me cikël plot? Që të punësojnë rinia, punësojnë specialistë të lartë, të rritet zhvillimi i vendit, të shtohen të ardhurat dhe të shtohen dhe kontributet, njëkohësisht të rritet dhe pensionet. Ç'është kjo metodë? Në cilën vend botës jetohet me turizëm? Është një lloj si të thuash, shko shit banane atje dhe mbaj familjen. Apo shit gazeta. Është shpenduri. Tani, këtë nuk është humor, po është e turpshme. Unë akuzoj Bashkimin Evropian që e mbështet Edi Ramën në këtë drejtim. Dhe e krahasoj për turpin atyre ta kenë këtë që po them tani. Të njëjtën këshill, të njëjtën logjik përdori në vitin 1959 dhe diktatori sovjetik Krushovi, kur erdhi në Shqipëri. Dhe i këshilloi qeverinë shqiptare, ju mbillni lule dielli se për të tjerat përgjigjemi neve. Sepse sa grur han mint në depotona, aq konsumoni ju tër vitin. Edhe Bashkimi Evropian thot, turizmi thot, kaq milion turistë si mjet, 2 fishi mot, çfarë është kjo? Në vend s'prodhohet asgjë. Në supermarketet tona 95% janë malla të huaja. Atëre me turizëm do të thotë që ne prodhojmë mallat, ju do i blini mallat, do i importoni, turistët do vinë këtu do hanë mallat tona zero sikur janë në vendet e tyre andeja. Do hiqni edhe ju jeni shëbëtor, jeni shëbëtor, ysbeqar të njerëzve tan. Atëre ku është përfitimi? Kjo është ana logjike. Po pse s'ka thënë ky kryeminist që kaq vjet ç'a fituam ne nga kjo politik e tia e turizmit? Ç'a fituan qytetarët? Sa i mund të ketë fituar gjë në për depot e qeverisë, në barakën e qeverisë. Po ne qytetarët ç'a fituam? 4.1% na indeksoi vjet. Po çmimet edhe nga Covidi, edhe nga turizmi na janë 3-4 fishuar. Ky thot 4% indeksim. 4.000 lekë në 100.000 lekë pension. Çmenduri është. Prandaj, ky thot turizmi, po ç'a fituam ne nga turizmi? Nuk e fitur asgjë. Atëre, po si ka mundësi të kesh gjithë të pasuri kombëtare, edhe mos të zyzosh, edhe të bazohesh tek turizmi? Po ky pse bën turizmin? Ky e bën edhe për tjetrën. Që ky me turizmin mund të bëj korrupsion kollaj. Ky thot do ndërtoj autostrada, porte, aeroporte, ndërtime gjigante, gigantomania. Si të tipit kombinati metalurgjik. Qeliku i partisë. Po si bë këti autostradën me 300 milion euro dhe ke lënë kalamajt pa qerdhe, pa kopshe. Po ti në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në qerdhe dhe kopshet që janë private, përveç shtetërore, ata që kanë të ardhur më të pakta, në bazë të një gradacioni të caktuar, ata shkojnë, nuk pagojnë lek, ja pagojnë shteti. Që atje janë të ardhur për frym janë nga më të lartë në botë. Po si ka mundësi që e votun njerëzit Vladimir Edi Ramën? Pse e votun? Shumë që e kanë votu kanë qenë edhe pensionistë. Ai dukshëm, mënyra se si flet, mënyra se qeveris, mënyra se vepron, është si far kolonizatori. Ti e njeh mirë, domethënë, edhe historinë e kolonizimeve. Si far kolonizatori që lakmon vendin, lakmon resurset, lakmon taksat me e vjel, por nuk e do popullin. Kolonizatorët nuk e duan popullin, duan vendin, hapësirën. Edhe ky kështu e shef Shqipërinë. Si vend me aeroporte, me autostrada, busilve, ka njerëz që janë varfër, njerëz që nuk lëvizin, njerëz që nuk i shijojnë bukuritë e vendit të tyre. Edhe këta njerëz shkojnë japin 83 mandate Edi Ramës. Këta njerëz ngazohet më të varfrat të Shqipërisë. Këta njerëz që marrin pensione kooperative. Këta njerëz që janë, domethënë, njerëz që kanë ndërtuar vepra të mëdha industriale dhe marrin 150.000 lekë pension. Këta njerëz, cilëve Edi Rama u kompenson inflacionin me 4%.
Si ka mundësi? Shiko, ky faj ka nevojë për një debat të gjerë kombëtar. Jo thjesht me ekspert, as me ministra, as me deputet, po me njerëz që udhimset populli. Pa tituj, pa ofiqe. E keqja fillon që në 90-ën. Fajtori janë ndërkombëtarët. Ndonë se thanë që në Shqipëri ka ekzistuar diktatura më e egër komuniste në botë, ata s'bën asgjë që kjo diktaturë, këto vujtjet popullit, se diktaturën e përbolloi populli, i gjithë populli. Se i fshatari që merrte 2-3 mijë lekë, edhe që prodhonte grur, edhe hante vetë misër. Kjo është diktatura. Po ti që e pranon të diktaturën, si është problem tani? Përse u rrëzua ajo diktaturë? Si trajton ti pensionistët, lemë edhe gjithë punonjësit e tjerë? Ja të marrë një shembull. Në kohën e diktaturës, qendër Rrugaç i vriste bashkia. I vriste. Kurse sot, qendër Rrugaç i trajton bashkia me më shumë shpenzime edhe shërbime se sa pensionisti. Kishte hapi që unë jam pro respektimit kafshëve dhe qendër, po kishte hapi qendër 5 milionë euro. Kafshët ti, nëse ti shpenzon 180 euro për kafshët, harxhot kishte hapi 630 euro për pensionistin. Kur e pash këtë qendër më kujtova shpesh se ti thu, domethënë që ne na kanë lënë pensionistëve, i kanë lënë pensionistët në për cepa, pa kushtet elementare, pa qendra sociale, ndërkohë për qendër kishte hap 5 milionë euro i kështu i hapësirë publike. Tani, që në fillim, ashtu si shveproi bota, mbas luftës së dytë botërore, që e gjeti Europën shkatruar nga lufta, edhe u vënë zbatim plani Marshall i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe është kjo Evropë që është sot, ashtu do të ishte bërë në Shqipëri. Derisa ishte politikisht, ideologjikisht, ekonomikisht diktatura më e egër, kishte nevojë të bësh një strategji kombëtare zhvillimi për të kaluar nga sistemi komunist në sistemin kapitalist. Nuk është bërë. Edhe kryesorja në këtë strategji do t'i paraqitesh udhëheqjes shqiptare, politikës shqiptare, klasë politike, edhe pushtetarëve. Modeli i shtetit tek i cili politika jon duhet bazohesh për të ndërtuar një Shqipëri moderne, demokratike. Askë nuk u bë. Pse s'u bë? Qëllimisht. U bë qëllimisht. Se me që s'u bën këto, e si puna ti që thot, ujë ku mjegull do. Mjegull ishte ajo. Kur ti si thua që, ore, ti do bësh të strategji, këtë do bësh fillim, këtë më pas, këtë më mrapa, atëherë çfarë bëri Saliu? E filloi, i hyri gjithë pasurive kombëtare. I shkatërroi, i vodhi, i shiti, i hodhi, i nxori njerëz pa punë. U shpallën armik, serrat, pyjet, drufëtorët, ullin, vreshtat, etj. Po Evropa pse heshti? Njerëz u hodhën në rrugë. Ngjenë pa punë. Pra, edhe kjo që bëri tash këtë ligjin, ne e kemi kritikuar me kohë, që në fillim protestat tona, që nuk është faj i kooperativiste që u prisi kooperativat, edhe ngjenë pa punë. Edhe të mos u njihë vitet e punës. Ato vitet e punës është shteti shkaktar. E do të njihen. Por do të njihen edhe vitet e punës edhe atyre punonjësve që kanë punuar në fabrika, uzina, kombinate, të cilët u shkatërruan nga këtë qeveritar. Po kush do të përgjigjet? Do të përgjigjen radh para ata që kanë qenë pushtet. President, kryeministër, ministra, drejtor, etj. Që ka pas në dorë, kryetar bashkie, etj. Ata atyre të sekuestrohet pasuria dhe të dënohen të shkojnë në burg, ta vuajnë me burg përjetshëm. Mi po të gjithë këtë gjuruldi, këtë katastrofë që ja bën Shqipërisë, po e paguajnë pensionistët. Pse duhet ta paguaj të marrë pensionisti ish kooperativist të marrë një pension aq të vogël, 70-80.000 lekë, kur për bazë është marrë llogari paga që ka marrë ai 2-3.000 lekë? E po kjo është kontributi, thon këta teknicianët. S'është e vërtet. Kontributi i ish kooperativistët është 10 herë më i madh. Sepse prodhimi i fshatarit
nuk i kthehesh në lek atia. Se vërtet kooperativa ishte pron e grupit, por kishte plan shteti. Një pjesë të prodhimet ushqehesh qyteti. Me buk, me mish, me qumësh, me djath, me gjallë e tjerë. Shumicën e mallrave më cilësore shkonin me Albania e shteti. Vitesh valutë madhe, me atë valutë bliheshin, importoheshin lëndë e parë për ekonominë, po blihesh edhe pajisje për fabrikat, uzinat, kombinatet. Por nga ma fshatari nuk merr të gjë. Është prap ajo rroga 2-3 lekë, se ai sistem ashtu e bën llogarin. Ai për vetëm pasaj kishte në rregull. Po tani kur ndrua sistemi, atëherë këtij fshatarit nuk duhet bërë llogaria me 2-3 lekë pension. Po duhet bësh 10 herë më lart. Do të thuash ti po fshatari mori tokën. Po bëj fjalë për pensionistat tu. Çfarë tokë mund të punoj një 70-80 vjeçar, 90 vjeçar? Çfarë tokë mund të punoj? Le ta gjykoj shteti. Nëse fshatari do të mbaj tokën edhe ka mundësi ta punoj, mos japi pension. Po nëse s'ka fuqi, edhe fëmijët janë këtu, do thoj, po e fajin e kanë fëmijët të ikën. Ore po ti ke bërë gjurulldit komplet, çka ke lënë ti? Fëmijët do ikën se ti si ke lënë gjë. Ti çfarë ndihmë po jep? Si do punojë fshatari? Kur ai po hedh domatën edhe qepën e mollët po hedh në kanal. Sepse shtetin nuk mbron prodhimin vendas. Prandaj çfarë ndihmë po japin? Kështu që në këtë kuptim unë mendoj se Edi Rama po tallet me pensionistët dhe këto kontributorë që thot ai duhet të jetë vetë, edhe gjithë pasojat qoftë informaliteti. Janë fajtor qeveria, ai vetë i pari dhe administrata e paaft dhe korruptuar e kësaj qeverie. Sepse pasojat e këtij informaliteti shkojnë te pensionistët. Sepse këta punonjës janë sot, këta nuk marrin jo vetëm rrogën e plot, sepse nuk janë pa kontrata pune, nuk i mbrohet kodi punës, po këta punojnë në zezë. Pra për këta nuk derët as kontribut për sigurinë shoqërore, as shëndetësore. Pra këtyre nuk u njit as vitet e punës për efekt pensioni, po nuk përfitojnë as sigurime shoqërore, shërbime shëndetësore falas. Për që janë fatkeqësi e madhe për këto familje. Atëre kush ka faj? Ku e di ky punonjësi që nuk është derdhur? Duhet ta kontrollojë shteti. Po një shtet që është i korruptuar, 9 lekë mua dhon po mbyll gojën, kuptohet që kështu do ndodhi. Edhe faji thot e ka pensionisti. Edhe për kur u prishën fabrikat, uzinat dhe kombinatet, fajin e pas ka pensionisti, se pensionisti po e vonë kurris. Pushtetarët, rahat. Qeveria Vladimir thot se do t'ju jap edhe një bonus të 13. Në kuptimin, edhe këtë ka Edi Rama si far mjetit zakonshëm, kur refuzon për t'u arrit në mënyrë reale edhe pensionet për të rritur edhe mirëqenien tuaj, do të që ta kompensoj me lëmosha, me bamirësi të vogla. Pra jo drejtësi, jo shpërblim drejt djersës, por lëmosha të vogla, kështu që do ju jap edhe një pension të 13, që mund të jetë si ky i vitit të ri, një gjeldeti, domethënë 50 deri në 100.000 lekë të vjetra. Si shef, domethënë këto. Mentaliteti i këtij kryeministri është mentalitet diktatorial. Ky është sundimtar, nuk ka lidhje fare ky me demokracinë, me shtetin ligjor. Pensionisti do ta ketë të fjetur mendjen. Kanë kontribuar për këtë pension të rjetën. Edhe nuk duhet presi lëmoshën e këtij kryeministri. Nuk duhet dalin në ëndër këtia. Kryeministri. Që është ky kryeministër që na pas ka dorë jetën tonë? Atëre s'pas ka vlerë e gjithë jeta, e gjithë puna. Po deshi padroni, po dreshi sultani, do na japi të ham. Që është kjo? Ku ndodh kjo në botë? Pse me lëmosha? Ky deri dje thoshe unë s'kam lek. Shikoj çfarë logjike është kjo. Aq e poshtër sa s'ka ku të vejmë. Po mirë më zoti diktator, ti lek nuk ke. Po mirë, mos duheshin lek gjë që të na takojë ne ta dëgjojë? Pse s'ta ke dëgjuar? Pse s'ta ke takuar ta beginisësh, ta respektosh? Po ti me votat e pensionistëve ke marrë pushtetin, ke sunduar.
Janë gati 800.000 pensionistë. Edhe kur I ka taku, ka fol vetëm ai, edhe ka fol budallaliç, domethënë. Po të mbash me pensionistë. Ky s'ka as një gjë sinqert mu. Ky është mashtrues. Ky urren popullin shqiptar më. Ky I shikon shqiptarët si ushtar. Si jeniçer. Pastaj, pse sa takone? Edhe kur I di që shkaktarët që ky s'ka lek të japi pensionistëve, atëre, pse sa dëgjon dhe mendimin ton, ti themi ne, ja rrugët e zgjidhjes. Pse sa takon? Pse ka frikë? Ka frikë sepse s'ka drejt, se s'ka argumenta, nuk e mbron dot të drejtën. Se të parën gjë, po t'ishte ky se I dhim se pensionistët, të parën gjë që duhet bënde, duhet thoshte. A dalin 200 euro dhe më pak për t'jetuar një pensionist 70, 80, 90 vjeç, që më shumë se sa ushqimet I duhen për barna, për ilaçe, për shtrime, për vizita, analiza? Pse nuk e bën këtë? Pushimet as nuk I mendon. Lere qa pushimesh. Po ky është aq I pabes. Aq I lik. Sa ky e thot, përdesa u bien kalamajt këtyre, këta janë rregull. Prandaj nuk ndihen. Po unë vë me faj shumë, edhe I them, trupi ju mbuloft, edhe juve, pensionist, që ndoshta keni qenë ish antar të kooperative bujqësore, apo punëtor thjesht e merrni nga 70-80.000 lekë apo 100.000 lekë, por keni për fatin tuaj dhe për të zezën tonë, I keni djemë sot deputet, ministra, drejtor, oligark, ambasador, etj. Dhe jeni bërë përçarës. Votoni për një diktator, se ju s'keni probleme, por ju s'keni dignitet. Ju e mund t'ju japni lek, mund t'a përballoni jetën me lek që je fëmia, po ju s'përballoni dignitetin para shokëve tuaj lagjes, që nuk pinë dot një kafe. As fëmijët tuaj s'kan respekt për juve. Leme ju për vetën tuaj. Juve duhet luftoni bashkë me të tjerët. Për dignitetin tuaj, për djesën tuaj që jeni dhe gjatë gjithë jetës. Jo për ato që je fëmia. Se është rasisht ajo që fëmia jo të bë deputet apo ministër. Po si është bërë deputet e ministrëve të tjerëve. Se vërtet ai është pensionist me pak lek. Edhe mund të thuash që ju bien fëmijët. Po çfarë do I bjerë ai fëmia ai që është në burg? Janë me mira në burg. Me mira janë që punojnë në të zezë edhe flenë poshtë urave. Që janë pa punë. Janë pa punë, s'do mënda, punojnë të zezë. Që kanë edhe familje. Mire janë të bugosur këtu. Po mire janë në marsi që janë ngujuar nga gjakmarrja, që ata as punojnë djemët, po dhe popullarët janë zhdukur, janë arrëthisur. Nuk dihet se ku janë, a janë gjallë, se janë gjallë. Po këto familje, si do jetojnë? Si jetojnë këta? Këta I llogarit ky, po ky s'ka folur nuk e ka zënë një herë në gojë tërë jetën, ka 35 vjet, as Ali Berisha, as Edi Rama dhe asnjë nga ta. Ore, këta të ngujurit nga gjakmarrja janë njerëz. Po këta janë më keq se afganët, se ky I trajton afganët si turista në hotele me 5 yje. Po ata shket as ndihmë marrin, as korrent s'kan, as shkollë nuk shkojnë, as televizor, as libra, as shkon njeri të takoj e të lozi me ta. Bile kam thënë, këta të shket as martohen dot më, se as u jep njeri gocën, as u merr njeri çunat nga frika e gjakmarrjes. Pse nuk flet për ta? Këto janë kushtet që ka plotësuar ky BE, po BE-ja pse nuk I shkon? Pse nuk na dëgjon dhe neve? Qa jemi ne? Sklemrit e këtia? Apo shikojnë aksin Rinas, ligjeni artificial. Kjo është Shqipëria, kjo është Tirana. Le të vinë zbërishta shikojnë getot e Tiranës. Ajo është Shqipëria e Edi Ramës. Më që dolëm tek qyteti Vladimir, ne të dy kemi ardhur në këtë podcast me autobus. Unë kam marrë me autobusin e Kamzës, ti mund të kesh ardhur me autobusin e Ysberishit ose të Astirit, edhe shohim se si s'kan kondicioner, njerëzit e ngjeshur, autobus që vonohen, për 2-3 kilometra duen 30-40 minuta ngujim në autobus. Si është qyteti këto ditë nxehta,
për një pensionist. Shohim Tirana dhe për ne të rinjt është bërë shumë e nxehtë, shumë e pistë, pothuajse e pa jetueshme, duhet me pi 2-3 lek në ditë me ble vetëm ujë. Domethënë rrugëve të Tiranës nuk ka gjelbërim, nuk ka hapësira publike. Besoj se për ju pensionistët, kur është e vështirë për ne të rinj, duhet jetë edhe më vështirë për ju. E keqja është e thellë. Ky kryeministër breth më shumë se edhe shejkët e Arabisë nëpër botë. Po mi më si s'ka prur njerë ky një përvojë të mirë nga bota. Si s'ka prur njerë më ore kam parë një gjë të mirë në Francë, në Angli, në Amerika, në Gjermani, edhe ta zbatojmë këtu në Shqipëri. Por vetëm gjëra negative. Kudo ka krime dhe korrupsion, as Roma së ndërtohen në një ditë. Pra ky bie gjërat që do të justifikojë dështimet e tija, politikës tija. Asgjë s'ka prur. Por dhe unë fillim, para se të shkoja në Amerikë, për herë të parë, mendoja se ky është kapitalizmi. Ky është kapitalizmi. Kush është në fuqi, do haj, do pi, do bëj korrupsion. Ne tjerë, po na dhanë ai cop kock, mirë, s'na dhanë, s'kemi ç'a bëjmë. Po kur vajta pash atje, po mi më ky ka shkuar 3 herë në Michigan. A ka parë gjë ky se si zhvillohet atje shteti? Se si funksionon demokracia dhe shteti ligjor? Se si shërben pushteti vendor qytetarëve të vet, kudo që banojnë, pavarësisht se ku banojnë? Pse nuk dërgon këtë të mësojnë se si funksionojnë qerdhet, kopshet, shkollat? Parqe pa fund, besoj. Lene ma të parqet, i kam thënë, ore, detyra e parë e qeverisë dhe sidomos e bashkisë në Tiranë dhe një qytete, nuk është të zbukuroj qytetin me kulla. Kullat i bën privati, nuk i bën shteti. Detyra e shtetit është të zbukuroj jetën e qytetarëve. Po jeta e qytetarëve fillon në qerdhe, në kopësh, në shkolla, në punësime dhe në plotësimin e të gjithë elementeve jetik të domosdoshëm, që fillon lulishte, parqe, stola, tavolina, shëndetore, kosha mbeturinash, biblioteka, qendra kulturore, mjedise të mbyllura, argëtimi, klube kafene për pensionistët, etj. Këtë tëra këto ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjitha plazhet janë publik. S'ka atje të vesh lëngon aty, të zashti në 1000 metra. Vendimi i fundit i bashkisë. Durrësit. Turp i madh. Në çdo 1000 metra, 300 metra, domthonë 1000 metra janë privatit, me shezlonge, në 300 metra janë plazh publik. Ç'është kjo? Po mirë, pse s'është kjo politik? Në një plazh gjigant, madhështor, Miami në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë me mijëra metra plazh publik. Po këshun në Rio de Janeiro, po këshun në Barcelonë, po këshun në Majorka. Po janë plazhe gjigante këto. Ç'është kjo babëzie e madhe për të nxjerrë në çdo gjë taksa? Po populli paguan këto çka taksa. Pa folë pastaj që nga këto zhezdonget, shteti merr atë qeranë që merr, edhe TVSH paguajnë. Le të thot njëri që unë marr kupon TVSH-ja kur merr atë 20 ku paguon 20 euro atë qeranë e zhezdongut. Le të dalë një thot. Nuk thot njëri. Se si jep njëri kupon. Po ti kupon nuk japin me shumica e dyqaneve në Tiranë. Se japi kupon. Po pse se japi kupon? Se s'ka shtet. Sepse shteti është shkëputur nga populli. Se populli e quan rob lufte, e quan skllava. Ja ka mbyllur gojën. Unë nuk e dua një shtet që nuk dëgjon, nuk më zgjidh hallin. Nuk kam ku vete, i kam dyert e mbyllura. Nuk kam ku ankohem. Për çdo gjë që të ndodhi. Një konflikt në lagja, një hallë, një gjë, një padrejti që bën pushteti. S'ke ku ankohesh. Shkodhët e ankohet e Shqipëria që duam. Por në cilën vend të botës që ke punë më? Ore, ankesa do të bërë, do më konflikti zgjidhet aty ku lind konflikti. Po ti ishte kështu atëre, pse ka spitale në përrrethe e urgjenca? Le të ishte një në Tiranë këtu dhe gjithë rreth, gjithë Shqipëria të vinte këtu. Ç'është kjo logjik? S'të prapti. Po kështu dhe polici, mos ketë në përrrethe. Mos ketë në përrrethe. Pse ndodh kjo punë kështu? Nga gjen këtë model shteti ky? Sepse nuk konsideron që fillim modeli shtetit.
Se kur I thua ti pse se bën si Amerika, po ne si jemi Amerika thot. Po kjo s'është logjike. Dhe Europa hesht, ka plotësuar kushtet thot, për trupin e vet. Po kështu ka hesht edhe banka botërore, edhe FMN-ja, që thotë që s'ka lek. S'është e vërtet s'ka lek. Që s'ka lek është pafësia dhe korrupsioni I qeverisë. Ky thot korrupsioni se ndaloi thot se s'ka ndaluar njëri në botë. Po, e ndalon. Kam punuar unë në institucionin më të korruptuar të asaj kohe. Edhe kam bërë lulen të Shqipërinë. Ky nuk do. Se po tjetë ky I aftë dhe I ndershëm, nuk do kishte korrupsion. Sepse dhe varësit e tia, zvës kryeministra, ministra, drejtor, do t'i vinte si mas vetës tia. Po ky ka vënë si mas vetës. Si mas vetës. E vetja tia është që ky ka thënë, ne nuk I denoncojmë në prokurori korruptorit. Ky është dilema. Që na thot neve pensionistët nuk kam lek të rris pensionet. Se një baba që me rrogën e piraki e los bigjos nuk e duan kalamajt. S'ka lek ai për të ushqyer fëmijët. Kështu është kjo punë e shtetit. A mendon Vladimir se në këtë mandatin e 4 do I nxjerr ujin e zi, si I thonë Edi Rama. Do e korrupsionin do e dyfishoj, po ta shohësh, po jep me koncencion, po jep për ndërtim gjithë bregun e jugut, e Jonit, po jep gjithanë pare për oligarkët. A mendon se do jetë edhe më keq këto 4 vite? Shiko, unë nuk mendoj se ky ka pas ndaj shtrëngim në këtë punë. Ky ka lëquar duart. Ky po sillet si pushtues otoman. Qa bën një pushtues që pushton një vend, që I luan fen, bile më keq. Se erdhën italianët tu po ndërtuan ja ministrit nga fashistët italiani kemi. Kurse ky I gjeti fabrikat uzina kombinatet, sa liu me këte, I shkatruan tërë. Kështu që ushtrit pushtuesat ndërtojnë dhe ura, edhe rrugë, se e duan për punën e tyre. Kurse këta erdhën dhe shkatruan. Kjo është një logjik, nuk e kuptoj. Se si s'kan turpta, se frikë jo, nuk kanë turpta, po dhe Evropa që I mbështet, që kërkojnë pushtet, kërkojnë të sundojnë. Edhe I popull që thot, ky është më mirë se ky. Po si mund të thosh Hitleri është më mirë se Duçja? S'mund t'i dash. Si mund t'jesh në pyll ti përpara një ujku dhe një tigri, thua, më mirë të haj ujku se të haj tigri. Është e njëjta gjë më. Pa nuk e shikojnë këta pensionistë që votojnë qoftë Edi Ramën, qoftë tjetrin, që ua kanë marrë fëmijët, ua kanë përzon fëmijët nga Shqipëria, kanë ngelur vetëm me burrë grua 2 plekë në shtëpi, ose në një pjesë që ka humbur bashkëshorti janë vetëm, që nuk gëzojnë nipër dhe mbesat. Kanë ngelur vetëm, u kanë ngelur vetëm në qenë dhe macën në dorë. Kam pas e ke qenë kritik në rrjetin tonë social, në Facebook, ndaj masës pensionistëve, do më thënë, që I kritikoje se kur ndodhen protestat nuk u bashku nuk erdhen gjithë mu bashku për votën që mund t'i kanë dhënë në Ramës. Po për te po flas, duke filluar nga fola për ata pensionistë që kanë djemë të tyre që votuan për PS-n dhe që janë atje. Se për PS-n kam qenë unë PS. Po unë dua më shumë partin, atë Shqipërinë se partin. Bile unë akuzoj edhe deputetët dhe ministrat, po t'ishin që e duan popullin shqiptar, udhimset popullin shqiptar. Mos mendojmë shumë për rrogën dhe beneficet që marrin si deputet. Kur e shikojnë që qeveria tyre e trajton pensionistin si kavje eksperimentale, që durojnë këta me kaq pak lek apo nuk durojnë. Ndjesh ndonjëherë xheloz Vladimir kur shef këto pensionistët e huaj që vinë shëtisin nëpër Tiranë, shëtisin nëpër Ballkan, nëpër Europë. Ndërkohë që ju si unë ka parë Michigan më aty. Ti besoj se ti ke lëviz, po kur shef këta. Shiko, atje kazinot ishin plot më aty. Me pensionistë. Unë veja me $10 sa për të bërë sefte kështu për të hashuar dhe ai rrinte gjithë ditën e gjithë natën. Se ai nuk është pensionistit e nemër, por ata kanë prona, kanë fabrika në pronësi. Se ka qenë privatizimi në shekuj, nuk janë si të ne. Unë e kam thënë, të neve pensionistët
nuk janë asin lindje, se në lindje ishin edhe privat, edhe shtetëror, bile më shumë privat, kurse të ne kanë qenë gjithë shtetëror, pavarësisht edhe kooperativa, që ishte, tërë me rrogë ishin, për në trajtimi pensionistëve të neve, Evropa duhet ta shikonte ndryshe. Edhe sot nuk rregullohet pensionet, skema e pensionit nuk rregullohet me mballoma. Nuk rregullohet me mballoma. As me bonuse, as me pak pension të 13, as të 17. Këto janë skandale, këto janë përbuzje, këto duhen ta majnë të nështruar, ta majnë si sklav pensionistin, të dridhet, të më votoj herën tjetër mua se unë, po ja dhash të qitashties pyet për mua i. Kjo është logjika e atia. Ma edhe një tjetër. Zhvillimit që thotë ky turizmin të zhvilloj vendin. Po ky turizm, duke pasur filozofi turizmin, që për mua është filozofi kriminale, anti-shqiptare, ky ka bërë që të rënohet dhe arsimi. A e pranon gjithë që arsimi sot është i rënuar. Ka marrë fund. Se njerëzit nuk kanë leverdit të shkojnë në shkollë të lartë. Nuk kanë leverdit. Pse të shkojnë të lartë? Ku do punojë me shkollë të lartë? Inxhinieri. O do iki, se këtu jo. Përndaj, shumica atyre, këtë qëllim kanë, o do e mbathin, o do venë shkollë të lartë. Pse? Sepse nuk ka industri. Pra, duke mbaj turizmin ky bëndem, jo vetë shpërdoron buxhetin e shtetit me këto rrugë e gjëra, se ato rrugët e kam thënë edhe një herë tjetër. Pse ndërton këto rrugë dhe porte, aeroporte me buxhetin e shtetit? Pse si e privatit, ne të marrim privati borxh e hua në përbanka, edhe të nxjerr fitimin me taksa, se ja vuri ky, taksat, me taksat tona u ndërtua rruga e kombit. Tani po paguajnë taksa për mirëmbajtje. Pse? Ne me taksat tona u ndërtua rrugë me buxhetin e shtetit. Po e gjitha e Michigan, 12 milion banor, s'ka një rrugë më me taksa. S'paguan njëri taksa më. Qa të them unë? Kaluam në 3 shtete, vetëm në midis Indianës dhe Illinoisit, ishte një taks $1.5. Llogarit të ardhët që merë Amerikani. $1.5. Kurse ky, me qatë di unë këtu në Thuman, do më të vish nga Shkodra e të shkosh në Vlorë, do ven 4 taksa gjithsejt. Qa është kjo logjik? Që është kjo logjik më? Këtu vetëm ajri dhe diellin nuk është bërë me taksë, të gjitha me taksë janë bërë. Paguajmë edhe për gjelbrimin, domethënë taksë gjelbrimi edhe për. Mirë, ajo është tjetër gjë, po ku ka gjelbrim? Tirana është i vetmi qytet që s'ka një lulishte me lule. S'ka një lulishte me lule. Dhe në sheshin Skënderbej, bashkia paguan €1 milion për mirëmbajtjen e atyre luleve, që kanë ngelur vetëm ca deg të thara, edhe ato tubat e zeza gjoja për vaditje. €1 milion në muaj, në vit. Ky është shteti, ky është qeveria, ky është qeverisja. Këto janë kushtet që pas ka plotësuar Edi Rama. E bën sheshin Skënderbej atje. Çfarë shërben ai? Është bërë trafiku rrumpall. Prandaj në këtë detim le të heshtje dhe Evropa, le ta mbaj Edi Ramën se Shqipëria do shpopullohet, edhe këtu do ngelin vetëm pensionistët, nëse ngelin, edhe qendrat dhe macat. Dhe këta do vinë Filipinase, do bëjnë punëtor të minierave e puseve të naftës e tjerë. Jemi drejt minutave të fundit, Vladimir, çfarë thirrje ke për njerëzit? Çfarë mendon se duhet bëjnë njerëzit në këtë situatë, në kuptimin që ndodhet sot Shqipëria? Unë para se të them këtë fundit, po. Unë mendoj se qeveria, para se të justifikohet, duhet japi sqarime, duhet bëj transparencë për këto probleme, që si ka bërë deri më sot. Përdesa thotë s'kam lek, që të na bindin neve që s'ka lek, duhet thotë sa lek derdhen në Institutin e Sigurimit Shoqërore për kontributet, llogarit kontributeve të sigurimit shoqërore? Sa lek derdhen? Nga këto kontribute që derdhen nga shuma e sesisë, sa paguhen për pensionet e pleqërisë të pjesshme dhe të plota? Sepse më shumë se gjysma e pensionet janë të pjesshme, pra janë të vogla. Sa paguhen këto? Sepse kanë frikë se dhe këta deputetët që marrin nga 2 milionë sa, futen në këtë llogari, e thot zdaliro.
se me aq kontribut sa derdhën, duhet pensioni s'do t'jetë kaq. Duhet t'japi shpjegim pse. Tjetër, në këtë kontribut nuk duhen futur edhe ato pagesat e barë linjeve. Nuk duhet jenë. Ato janë, duhet jetë buxheti i shtetit. Deputetët duhet marrin, jo të marrin pension kur del ai bën 2 vjet ai deputet apo 4 vjet, edhe me pension ai o qef. Ai të marri pension jo si deputet, po për deputetet ja jep shteti i plusë. Po pjesën kryesore ai ta pagoj, aq në zanat ku ka qenë. Në kooperativ, mësues, ushtarak, inxhinier, çka ka qenë. S'është drejt, me logjik. Tjetër, personat me pushtet, kryeministri, presidenti, edje, këta me ligj e kanë nxjerr, e kanë justifikuar vetën. Këta derdhin kontribut për 1.764 lek. Pra për 176.000 lek derdhin. Treja, 1.700.000. Kur të ardhën këtyre janë deri në 6 milion. Pse s'derdhin për kaq të ardhën që marrin ta, se i marrin nga shteti? Pse nuk derdhin kaq? Pse ati fshatarit i thot bëj kontribut vullnetar ti, pra ai sa të ardhur ka i shketi. Fiton 190 i paguan kontributaj. E çaj ngelin atje për të ngrenë për të pirë asgjë. Kurse deputeti 6 milion për 1.700.000 paguan kontribute. Po kjo nuk është vjedhje? Që i bëhet pensioneve, e thot s'kam lekun. Po ja ku janë lekët tu. Pa ka rrugë plot, përveç rasteve korruptive që ka qeveria. Edhe duke e përfunduar unë them, të lesh të përbuzur, të mos trajtuar, me mos minjose, shtresën e pensionistët, do thosh ti të vrasësh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e popullit shqiptar. Sepse rinia, duke parë se si trajtohen pensionistët sot, ai thot, kjo është e ardhmja ime. Prandaj thot, nga syt kemët të ikim, se e ardhmja jonë është kjo, me këta lloj shtetarësh që kemi ne. Shumë interesante kjo që the Vladimir, se zakonisht e kam dëgjuar për kuvizimin, se drejtësia është me vendos drejtësi edhe për vdekurit, edhe për gjallët, edhe për ata që do të vinë. Edhe kjo që the ti, se si padrejtësia është padrejtësi ndaj atyre që kanë qenë, atyre që janë edhe atyre që do të vinë. Sigurisht që edhe ky pension për shembull do bëj që edhe të shkatërrohet, edhe mendoj unë skema e pensioneve, sepse njerëzit do fillojnë të investojnë në kompani private, domethënë nuk do t'ja besojnë më shtetit parat e tyre, edhe kjo për brezin tonë, përveç se për shembull po rritet edhe mosha e daljes në pension, skema e pensioneve është një rrezik të madh nga emigrimi, nga informaliteti dhe nga shumë fenomene të tjera. Falenderoj jashtëzakonisht shumë. Do kemi edhe raste të tjera, Vera na pret përpara, do kemi shumë podcaste, besoj se do kemi edhe angazhime dhe protesta, sepse kryesisht e lejnë Vladimir nëse e ke pa këtë verën si këtë hapësirën e zullumeve, me që njerëzit kanë shku në plazh, me gjallë do kafshojnë lulishte, do kafshojnë parqe, do bëjnë korrupsion edhe shumë të tjera. Kështu që do të shifemi edhe në vazhdim, të falenderoj edhe herë, faleminderit ju që na keni ndjekur dhe mbetemi në kontakt.